Ky është fshati Miratoc, i cili gjendet 8 km në jug të qytetit e Preshevës, gjithsesht në rrugën Bujanoc-Preshev-Llojan. Fillimisht, para se t'ju sjellim të dhënat tjera të këtij fshati, ne do t'ju prezantojmë toponimin e Miratocës. Për emrin Miratoc, po i veçojmë 3 mendime që janë të cekura në librin Historiku i shkollës fillore Abdullah Krashnica Miratoc të autorit Gafur Hyseni. Mendimi i parë është se ky fshat ka marrë këtë emër sipas Sultan Muratit, i cili me ushtrinë e tij pushoi në fushën e Miratocës për në betejën e Kosovës më vitin 1389. Kështu mendohet se fshati është emëruar Muratovc nga emri Murat dhe Ovo, që në turqishte do të thotë fush, pra fush e Muratit. Më vonë ky emërtim u shndrua në Miratoc. Mendimi i dytë është i Shinasi Allaçit nga Presheva, i cili thotë se emri Miratoc vjen nga fjala shqipe miratues dhe fjala turke ovo, në shqipe fush e miratuar apo e punuar. Mendimi i tretë dhe që supozohet si më i saktë është ai i Recep Ismailit, citat: interes të veçantë kanë për ne emrat Topik, Bukuroc, Miratoc. Sipas Recep Ismailit, të dy këta emra kanë për bazë fjalën shqipe, por marrin prapa një format slav. Për lashtësinë e Miratocës dhe autoktoninë e shqiptarëve të kësaj treve, flasin edhe toponimet në gjuhën shqipe të fshatit Miratoc si Lugu i Firit, Lugu i Mirë, Livadhet e Vogla, Guri i Bardhë dhe të tjerë. Megjithatë, disa versione për lashtësinë e Miratocës në reportazhin ton na prezanton edhe profesori Sami Agushi. Që të përgjigjem unë për historinë e Miratocit, si ka tund del për jashtë kornizave të profesionit tim, por megjithatë unë kam lexuar shumë çka mbi Miratocin, po edhe nga pjesa e historisë më vjetër, nga ajo e kohës romake dhe e mesjetës osmane, prandaj do të përpiqem t'i them disa fjalë. Një katon si Miratocit thuhet sakt cilës epokë, cilës periudhë historike ose cilit shekull i takon, unë kujtoj se është pak, është një katund i vogël. Për historinë duhet jetë një trevë pak më e gjerë, një territor, një komunë ose një qytet më i madh, një vendbanim më i madh s'paku le të jetë sa Presheva. Po megjithatë ka disa burime, edhe të shkruara, po edhe burime materiale, po edhe gojdhëna, të cilat mund të merren të sakta, gjysëm të vërteta ose ndonjëherë edhe të pavërteta që na çojnë drejt asaj që nxjerrim ndonjë përfundim jo shumë të gabuar mbi vjetërsinë e këtij katundi. Unë fillimisht do të kisha filluar me disa toponime që gjenden rreth e përqark katundit Miratoc, duke e përfshi këtu edhe emërtimin Miratoc. Jo ndoshta keni lexuar dikond ose keni ndëgjuar se për herë të parë në mënyrë të organizuar intelektualët nga Presheva e kanë vizituar shtetin Am Shqipërinë në vitin 1974 në një udhtim të organizuar. Në atë rast dikush e ka sjellë një atlas gjeografik për shkollat e mesme nga Shqipëria jashtë botimi vitit 1971. Unë kam pas rastin me shfletuar atë atlas dhe aty përveç hartave gjeografike kam vrejtur edhe disa harta historike. Në njërën për këtyre hartave historike të kohës romake kam pas se Miratoci është me emrin Mirat. Prandaj aty më ka lind ideja që ta krijoj një teori mbi gjenezën e emrit Miratoc. Ajo lidhet me mitologjinë ilire shqiptare. Mirat, në fakt zanat, ishin figurë e kultit të besimet e kota ilire. Prandaj unë kujtoj se emri i Miratocit buron nga mirat, gjithsesht zanat, të cilat në mitologjinë ilire janë vasha të bukura, njerëzve të këqinj që bëjnë vepra të këqinja u bëjnë keq, sipas mitologjisë ilire, ndërsa njerëzve të mirë që bëjnë vepra të mira, ato u bëjnë mirë. Pastaj toponimet tjera, që në aspektin gjuhësor, gjuhësisht një specialist do t'i kishte paraqitur më mirë ndoshta edhe se unë. E kam fjalën për toponimin Hurdha, toponimin Kodra e Ukës, toponimin Pilet, toponimin Piliunci i Madh dhe Piliunci i Vogël, toponimin tjetër Guri Çama Ujt,
dhe toponimi tjetër Reka e Shullanit. Këta emra, me përjashtim të Kodrës së Ukës që është pak më i qartë, këta emra tjerë për popullatën janë të pakuptueshëm. Pse? Unë kujtoj nga fakti se janë emërtime shumë të vjetra për këto lokalitete kur gjuha shqipe, dialekti lokal i banorëve të kësaj treve ose të këtij katundi ka folur shqipen pak më ndryshe se sot. Dhe prej asaj periudhe është zhvilluar procesi i evoluimit të gjuhës shqipe, gjithsesi i evoluimit të dialektit lokal të Miratosës. Kështu që banorët e Miratosës nuk e dinë se hurdha quhet një pelg në drejtim të cilit kullon uji i reshjeve gjatë periudhës me reshje dhe aty është vështirë në atë sezon të kryhen punët bujqësore. Ndërsa kur përfundojnë reshjet në pranverë, shumë shpejt aty toka thahet, nga se në fundin e hurdhës uji kullon, pastaj fillojnë të kryen punët bujqësore. Do të isha ndalur te theksimi i toponimit tjetër Guri ça ma ujt. Është komplet kosovar. Ndërsa në dialektin lokal Miratos me shprehjes ça, që përdoret te ky toponim, thuhet shka. Në vend të shprehjes ujt, përdoret ujë. Ose toponimi tjetër Pilet, Piliunci i madh dhe Piliunci i vogël. Këtu si duket ka ndodhur shkrirja e shkronjave. Shkronja Y është shkri në I. Shkronja L është shkri në L. Pilet do t'ishte pyjet. Pilihunci i madh. Pylli i hunqt i madh. Këtu tash hasim edhe një fjalë tjetër, një shprehje tjetër që në popull është e përdorshme, ndërsa në literaturën gjuhësore shqipe nuk është e përdorshme. Hunqt, hunxhu, në popull kështu përdoret, ndërsa në literaturë dihet ulu, ose në gjuhën i unjësuar ulu, ose i ult. Pylli i ult i madh, pylli i ult i vogël. Quhet i ult i madh se është kodra e madhe, ndërsa pylli, druri, është një lloj bungu i zi, i cili nuk rritet shumë, mas shumë ti 4 deri 5 metra. Ose tjetra, kodra është më e vogël, ato kodra janë në anën e majt tonën. Pylli i ult i vogël. Kodra është më e vogël, por përsëri rritet aty një bung ose një pyll shumë i ult. Nëse flasim për zhvillimin e arkitekturës së Miratocit, edhe këtu kujtoj se nuk jam profesional, po megjithatë nga gojdhëna do të mbështetem. Sot, ku është i vendosur katundi në të dy anët e rrugës së asfaltuar në shtrirje dikun rreth 2 kilometra, dikur nuk ka qenë. Deri në periudhën e luftrave austro-turke, kujtoj se katundi ka qenë në anën e djathtë tonën në pllajat e kodrinave të ulta të Karadakut. Do t'i përmendi disa vende: Rafshi i Gollakut, Rafshi i Xhelepit, livadët e Aslanajve, Bllata e Ibrahimit dhe diçka ngjajshëm. Aqe shpesh hasim fragmentet keramikës që dëshmojnë se ka pas vendbanim. Në mes të gjithë këtyre emërtimeve që përmenda, në pjesën qendrore të tyre shtrihet lokaliteti i Kishës. Aty duket tumba e Dheut, ku janë mbetjet e një ndërtese të shembur për cilën kujtojmë se ka qenë kishë. Ndërsa në anën perëndimore të kësaj kishe janë varrezat të cilat nuk i ka hulumtuar ndonjëherë dikush. Prandaj me saksi nuk mund të flasim se çfarë varreza janë, cilit besim fetar të krishterit takojnë. Por kur kemi parasysh rrethinën shumë e afërt me Miratocin, katundi Bajka dhe katundi Sakanovs që kanë ekzistuar deri në periudhën e luftrave që përmenda më parë, atje janë bërë zbulime të skeleteve ose të varrezave, të cilat janë me kokë në drejtim të perëndimit dhe këmbët në drejtim të lindjes. Janë varresa të murosura me shtroj dhe mbuloj prej keramikës dhe rasat e gurve. Kujtojmë se janë varreza katolike. Prandaj nuk do t'isha ndalë këtu shumë ta bëj ndonjë koment tjetër, let mbetet kjo që. Ndërkaq, Miratoci është i ndarë në lagje dhe familje me emërtime të ndryshme sipas prejardhjes, gjithsesi sipas gjinisë. Të gjitha familjet në Miratoc janë të grupuara në 3 fise: Gash, Morin dhe Krasniqe. Profesori i gjeografisë Sami Agushi thotë se autoktoninë vërtetojnë edhe lagjet më të vjetra si ajo e Kajoshve, Vatajve dhe Xhelepi, por si banor vendor konsiderohen banorët e mahallës së Kajoshit, të cilët edhe emërtimet e pronave i kanë sipas emrave të tyre. Gjeneza e banorëve me plot bindje do të kisha thënë banor vendor të Miratocit janë
Mahalla e Kajushit, sepse të vetmit janë ata që i kanë edhe sot e kësaj dite me emër pronat e tyre. Pusi i Tahirit, Kroni i Ibrës, Ara e Lazës, Livadhet e Aslanajve, Ara e Kurtit e tjere, tjere, tjere. Mahalla e Xhelepit ka gjas që të ketë pas pronat deri në atë periudhë, edhe në malsinë e Karadakut, por kryesisht pronat e Xhelepit shtrihen në të dy anët e kaldërmës së Xhelepit. Ndërsa mahalla e Fezllahit, Xhagadurit dhe Hasit, pronat kryesisht i kanë përtej livadheve të Gjerenit dhe mrin të Xhadja dhe dalin përtej Xhadës. Këto prona bujqësore na orientojnë paka shumë të mendojmë se banorët e këtyre lagjeve mund t'jenë banorë të Bajkës. Ndërsa mahalla e Karsit, ku bëjnë pjesë disa lagje pak më të vogla në përbërjen e tyre, mendohet si pas pronave ku renditen pronat e tyre që të kenë qenë banorë, ose të Bajkës, ose të Katundit Sakanovës, që me kalimin e kohës, kur ka qenë jeta shumë e rrezikshme në ato dy katunde dhe nuk është përsërit matutje banueshmëria, ata tërhiqen dhe vendosen këtu ku është sot Miratoci, gjeografikisht t'i kenë afër këto prona që t'i punojnë dhe t'i shfrytëzojnë. Por Miratoci ka fundi i viteve të 20 dhe fillimi i viteve 30 të shekullit kaluar, gjatë reformës agrare që zhvillua atko, banorëve të këtij fshati ju morë pjesa dërmuese e tokave. Vend të rëndësishëm në historinë e përvujtur shqiptarëve ze periudha e reformës agrare. Këtë patjetër duhet të potencojmë. Sepse në periudhën e reformës agrare e cila zhvillohet ka fundi i viteve të 20 të shekullit kaluar dhe fillimi i viteve të 30, për kolonët serb që jetojnë në Cakanoc shpronësohen nga pronat e tyre kolektive dhe individuale banorët e Miratocës, gjithashtu edhe për kolonët serb që vendosen në Katundin e Çarrit. Për kolonët e Cakanocit të sotëm shpronësohen Miratocasit dikund me një 120 hektar, ndërsa për banorët e Çarrit dikund prej 140 hektar, gjithsej 260 hektar. Ky shpronësim në atë periudhë ka nxitur valën e shpërnguljeve në drejtim të Kumanovës e prej aty pastaj në drejtim të Turqisë. Një shumicë e banorëve që janë shpërngulur nga Miratoci në Kumanove që pastaj të shpërngulin matutje për në Turqi nuk kanë mund me realizu qëllimin e tyre, prandaj nuk është për të çuditur kur sot nga një regjistrim i egër, kështu të themi popullor, që e kanë bë banorët e Kumanovës. Banorët e Kumanovës që janë me origjinë nga Miratoci, si mendohet se edhe një Miratoc prej 800 familjeve sot është veç Kumanov. E mos flasim për banorë tjerë që gjenden gjithandej nga kanë shku shqiptarët, shkup në Prishtinë dhe në Evropën perëndimore. Kurrimet e kaluara, sidomos gjatë luftës së parë botërore dhe luftës së dytë, edhe Miratocasit ishin bashkuar për të luftuar fashizmin. Nevzat Ramadani, tani më 94 vjeçar, por ende vital, atko bashkë me vllaun e tij Muratin, kishin marrë pjesë në betejat kundër gjermanëve dhe që nga ajo kohë ai nuk di gjë për të vllain. 2 vet luftë, 2 vet burgari, 4 vet una që i keqi i komasi. Luftë. Bëvona vesh. Kemi shkuar çik Zagreb. Me liftu, una me vllavi metagje, ovëra, una pështua. Qështu, të në... S'pëti shka me thonë, jeta jo nuk konë me veran. Edhe Zeqir Mehmeti, atko si vullnetar kishte marrë pjesë në betejat që zhvilloheshin për të larguar pushtuesin gjerman. Jam punën në Smedrës Kopallon, jam punën pushtar i luftës. E mu pa të nëshkuj pantollat që të
e pongë, se atëherë me pongë ishmi, s'kishmi kundra, s'kishmi ata. Kullosh, Allah. Kundra kone keni luftu ju në atë? Ha? Kundra kone? Kundër dëshmonit, Gjermonit. E pezon partijet që janë konën Gjermonit e plot. Në cilën pjesë u luftu ma shumë? Pa pjesën, s'po di që me të kazu, Allah. Luft ka pas ma tepër, në thonë. Të në morën në qunë ka garnisa e Gërkijis. Ndërsa Zjadin Maliqi kujton atë kohë kur pushtuesi gjerman kishin hyrë në fshat. Nga pat marru qëtelin në vesht në shkollë, në pranë verë, nëse desh me a gjaminja di. A i Gjermani kish pas afru një Jugoslavit, nështë e ka hi ka Beogradi veç këtu halas fatëmëri. A në tani kish pas shkel me se ja kish njës Čekoslovaki, Polske, Mađarske, Rumanje, Bugarije. Në sa bole erdhën do oficirat në shkollë, hinën, ajo qëtelica neve në knojke, a i në të kanu që knojke burri vetë shkita një. Hinën me një dhoma, gjë ato këshin ardhë vendin me këshyra, di shtabi ati dhe për ushtri veçbar këtu me. Nëzë dikur ajo qëtelica tha, mirë një libra të shkoni ma museni, në shkum në përshpija, ne e sretë. Më rënën veçbar, këj vendi që to konë shumë i gjanë, qelohu konë po. I nunë qadrët ati, në zalla gjitha, gjë konë gjanë shumë për para. Edhe në historinë më të re, djemë nga Miratoca, ju kishim bashkangjitur luftës çlirimtare. Banorët e Miratocës e ndajnë fatin e njëjtë me banorë tjerë shqiptarë të komunës Preshevës në të gjitha periudat historike. Unë do të potencoj vetëm se periudën e fundit, ku kushtrimit për luftë armatosur dhe rezistencë ju përgjegjen edhe të rritë nga Miratoci në luftën e UÇMBB-s. Në këtë rast, dëshmori i parë që ra në nivel të komunës Preshevës ishte një i ri nga Miratoci, komandant Miratoca Artan Abasi. Tani do ndalemi tek arsimi i banorëve të këtij fshati. Sipas drejtorit Gafur Hyseni, fillet e para të shkollimit në Miratoc hasen ka fundi i shekullit 18, kur hapen shkollat fetare turke. Ndërkaq, pas luftës së dytë botërore për mësues të parë me mësim në gjuhë shqipe, ishte Isuf Aslan Skoro që vinte nga Struga. Ky pishtar i arsimit shkroi shkronjat e para të abecedës shqipe në shkollën e Miratocit. Si çdo vendbanim tjetër shqiptar, edhe fshati Miratoc si pjesë përbërëse e komunës Preshevës, kanë patur të njëjtin fat të zhvillimit të arsimit në të kaluarën. Si çdo pjesë tjetër e popullsisë shqiptare, prapambeturia ka qenë mjaft e madhe, shkollimi ka qenë në nivel shumë të ulët. Në fillim mund të thuhet se 95% e popullsisë ka qenë analfabete, kështu që krahas zhvillimeve të dukurive të përgjithshme shoqërore, edhe lëmia e arsimit ka marrë hecurinë e saj në përparim e sipër, por sa i përket historikut të shkollimit, gjithsesi traditës arsimore në fshatin tonë, mund të themi se fillet e para i hasim në vitin 1892, atëherët edhe kur hapen shkollat e para publike turke në Preshevë, ndërsa në vitin 1893 themelohet Këshilli Arsimor në pushtimin Osman dhe në atë vit, do thot më vitin 1893, hapen edhe shkollat publike përpost në Preshevë edhe në fshatrat Miratoc, Rahovic, Rotic dhe Rajinc. Si mëdhënësit e parë, të cilët kanë marrë edhe përgjegjësinë
për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve të popullatës shqiptare ishin hoxhallarët, ata të cilët dinin shkrim lexim, por mësimi zhvillohej zakonisht në gjuhën turke dhe arabe. Nxënësit të cilët mësonin në këto shkolla publike të Turqisë, më tepër i kushtohej rëndësi, do thotë, shkrimit dhe alfabetit turk dhe arab, për të aftësuar fëmijët më tepër në karakterin edukativ dhe arsimor, por të bazuar në Kur'an apo në librat fetare. Ndërsa shkollat e mëvonshme serbe fillojnë të punojnë ka viti 1918, kështu që pas luftës parë botërore, do thotë, fillojnë shkollat e para me mësim në gjuhën serbe. Në Miratovc shkollat turke kanë vijuar, po them, nga disa nxënës të privilegjuar dhe të cilët kanë pasur mundësi që të vijojnë këto mësime, ndërsa në këtë periudhë nga viti 1912, pas largimit të turqëve nga trevat e banuara me popullsi shqiptare, deri në vitin 1918 me përfundimin e luftës parë botërore nuk vijojnë nxënësit asnjë lloj shkollimi, ndërsa në vitin 1918 hapet shkolla e parë, por me mësim në gjuhën serbe. Edhe mësuesi parë me mësim në gjuhën serbe ishte Vukašin Višmanović. Këtë vit, më vitin 1918, e vijojnë këtë shkollim 45 nxënës shqiptar. Në atë kohë, do thotë nga viti 1918 deri më vitin 1941, do me thonë nxënësit vijojnë shkollimin me mësim në gjuhën serbe, dhe shkolla e parë serbe quhej Car Dushani, shkolla popullore Car Dushani në Miratovc. Këtu ka kaluar një periudhë mjaft e gjatë, do thotë, e fëmijëve shqiptar që kanë mësuar vetëm se në gjuhën serbe, por me shpërthimin e luftës parë botërore më vitin 1941, aty ndërprihet prap procesi mësimor dhe nxënësit pastaj fillojnë me mësim në gjuhën shqipe në muajin mars të vitit 1945. Mësuesi parë me mësim në gjuhën shqipe ishte një i ri aktivist nga Struga, Aslan Isuf Skoro quhej, dhe ai këtu prej muajit mars deri ka fundi muajit qershor, do thotë, dha mësim në klasën e parë të shkollimit fillor, që në atë kohë ishin themeluar së pari shkollat 4 vjeçare. Por sa mësimdhënës kanë kaluar në për të shkollë që nga viti 1945 dhe sa kuadra kanë nxjerrë ky fshat? Në Miratovc nga viti 1945 deri në vitin 2011 kanë punuar mbi 250 mësimdhënës. Thash pak më parë, një kohë kanë punuar me kurse, më vonë me shkollat larta pedagogjike, tani gati kemi kuadrin plotësisht kualifikuar me fakultete. Këtë institucion edukativ arsimor e kanë udhëheqën që nga viti 1945 e deri më tani rreth 21 drejtor. Kjo shkollë ka patur mjaft suksese të mira. Shkolla e Miratovcit ka dhënë mjaft kuadra si për nevojat e vetë bashkisë lokale, por edhe për nevojat më gjera. Nga ky institucion edukativ arsimor, që nga viti 1945 deri më sot kanë dalë kuadro mjaft të rëndësishme, kemi 6 doktora shkencash dhe 2 doktora shkencash janë nga fshati Llojal, po të cilët shkollën fillore kanë kryer në Miratovc. Kemi me fakultete 75 kuadro profesionale, me shkollat larta pedagogjike kemi 54 kuadra profesionale e me shkollat të mesme me qindra e qindra. Edhe pse gurthemeli i shkollës së re ishte vënë në vitin 1989, ajo u finalizua në vitin 1992-93, kur dhe nxënësit e fshatit Miratovc filluan procesin mësimor në shkollën e re, por e cila prap nuk i përmbushte nevojat për mësim. Shkolla sot ka të gjitha kushtet, por shqetësuese mbetet fakti i zvogëlimit numrit të nxënësve. Ky objekt ndërkohë
ka përjetuar disa ndryshime shumë të mëdha, edhe atë është shtuar objekti shkollor me 4 mësojtore dhe me njën sanitare plotësisht, dikun mbi 600 metra katror. Pak më vonë janë bërë dhe investime tjera në ndërtimin e sallës së edukatës fizike, por janë bërë edhe shumë ndryshime të brendshme të objektit shkollor, duke krijuar hapësira të reja. Sa i përket hapësirës mësimore, ky objekt sot numëron 15 mësojtore klasike apo të rregullta për proces mësimor. Kemi 5 kabinete mësimore, e përmenda kemi sallën e edukatës fizike, kemi 4 zyre pune, salla arsimtarëve, por kohëve të fundit mund të them lirisht se numri i nxënësve është duke rënë më të madhe në për shkollat tona. Shkolla jonë që nga viti 1945, kur ka filluar me 23 nxënës, numrin më të madh nxënësve kemi patur para 5 viteve kur ka arritur numri i nxënësve rreth 700, ndërsa sot shkolla jonë numëron 397 nxënës, edhe atë duke i numëruar edhe disa nxënës që ndërkohë i kanë lëshuar proceset mësimore dhe me prind janë transferuar në shtete ndryshme të Evropës. Kushtet janë krijuara shumë të mira, por për fat keq interesimi i nxënësve dhe i prindve për shkollim është në nivel shumë të ulët. Këtë me keqardhje them, por vetë do thotë largimi i një numri shumë të konsideruar të familjeve, sidomos fshat karakteristik mund të them është Miratovci në komunën e Preshevës, por mund të them edhe ndoshta në tërë Luginën, se më shumë nxënës dhe familje që kanë lishuar vendlindjen është fshati Miratovc. Andaj edhe numri i nxënësve nga 700 sa kemi patur para 5 viteve, shtash është në 397, por 304 nxënës gjithsesi kemi të rregullt domethënë në proces mësimor. Në momentin kur u krijuan kushtet për një avancim procesit mësimor, vetëm nxënësit tanë lishuan vendlindjen dhe shkuan në vende të ndryshme të Evropës. Fshati Miratoc ka 2 xhami në të cilat kryen edhe mësimet fetare. Xhamia vjetër e fshatit, sipas shënimit të gdhendur në një gur të vendosur në çezmën e xhamisë, e cila ishte ngritur në vitin 1735, lën të kuptohet se kjo xhami ka afro 300 vite. Imami i xhamisë së vjetër në Miratoc është Hafez Orhan Ademi. Fillimisht e falenderojmë Allahun xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu, salavat dhe selam i dërgojmë pejgamberit tonë Muhammed alayhi salatu wasalam. Xhamia e Miratocës daton nga viti 1159. Kjo është viti hijri, ndërsa tani jemi në vitin 1432. Do thotë prej vitit të parë kur është ndërtuar ndërtimi i parë deri më tani ka 273 vite. Ndërtimi i dytë është bërë në vitin 1925 dhe i treti ky që është tani sot në vitin 1993. Sa është arritur të ruhen themi ato themelet e para të xhamisë? Çfarë ka sot kjo xhami nga ato të mëparshmet? Nga ndërtimi i parë sot mund të shihet edhe minarja, është minarja e vogël e cila është ruajtur nga ndërtimi i parë, ndërsa kjo që shihet tash kjo është objekt i ri i cili është ndërtuar pra në vitin 1993, ndërtimi i fundit. Ku jemi tek xhamia, sa ka të rinj që janë të interesuar që të mësojnë nga Kurani famlar? Sigurisht këtu në këtë xhami prej asaj kohë deri më tani ka pas disa imam dhe këtu xhamati vazhdimisht fal namazin 5 herë në ditë, xhumoja, bajrami dhe të gjitha obligimet fetare të cilat e kemi për obligim si musliman me kryen xhami, kryhen. Dhe xhamia e ka luajtur rolin e vet, të cilin e ka pas si gjithmonë, edhe ditën e sotit. Sa përket nxënësve, numri i nxënësve në xhami është parafërsisht 50 nxënësa. Mësim-besimin pra vijimin e mësim-besimit e bojnë çdo ditë. Janë të ndarë në grupe sipas moshës dhe sipas nivelit të mësimit. Ndërkaq xhamia tjetër që është në mes të fshatit është në ndërtim e sipër dhe aty imam është Molla Bedrietullahu. Siç po shifët ju stashti që keni ardhën, xhamia është tu ndërtuar. Ne kemi pas xhami edhe më herët. Xhamia e cila është ndërtuar në vitin 1964, jetë si ka plotsu kushtet e mu falën, por dëshira e xhamatit ka qenë që të ndërtohet një xhami e re,
edhe ajo, si që shifni ju, është të ndërtuar, është në fazën e fundit realisht, se i bëhet është e cerklazha dhe vjen kubja, është faza e fundit që marrohet. I falenderojmë gjithë ata cilët ka kontribuën për këtë shtëpi të Zotit. Allahu inshallah ja paguon hiç pashive. Edhe neve ndërkohë, derisa të ndërtohet kjo xhami, neve jemi të falën duke i kri falën e namazeve në atë vend aty, te një dyqan këtu që është afërt, sa për namazet neve na është boll me i falën, kurse xhumat, po edhe Ramazanin e kemi krita e xhamia tjetër, sepse Miratoca i ka dy xhamia. E kështu inshallah Zoti na ndihmon gjithëve, edhe një herë i falenderoj gjithë ata të cilët kanë kontribuar edhe do të kontribuojnë të ardhmen për këtë shtëpi. Sot ky fshat ka një infrastrukturë moderne, por dhe ndërtimi është njëri ndër më luksozët, ndërsa dikur ishte